Të nderuar besimtar, jemi në ditën e tretë të 10 ditëve të parë të muajit të Dhul-Hijja. Ditët më të mira të vitit, ditët më të begata të vitit, ku adhurimet bazë të muslimanit në këto 10 ditësh janë të derdhura në praktik, sadakaja, kur agjileret bëhen gati, agjërimi, leximi i Kur'anit, pra bëhen gati në këto ditë të begata, dhe mëshira e Allahut është e hapur për gjithë secilin për nesh. Prandaj të garojmë në punë të mira në këto 10 ditësh më të hajrit, më të mirë të vitit që Zoti i gjithësisë betohet për mirësinë e këtyre ditëve. Ashtu siç na thotë dhe profeti alayhis salam, fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tasbihi wat-tahmidi. Dhe kur të vinë të 10 ditësh, atëherë thoni sa më shumti la ilaha illa Allah. Pra përmendeni Zotin tuaj sa më shumti në këto ditë, sepse janë ditët që përmendet më shumë Zoti i gjithësisë. Thoni sa më shumti, tha i dërguari i Allahut, la ilaha illa Allah. Thoni sa më shumti subhanallah. Thoni sa më shumë elhamdulillah, dhe thoni sa më shumti Allahu ekber, tha profeti i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtar, të premten që vjen dashur Allahu, kemi Kurban Bayram, fest e madhe për muslimanin që gëzohet, që një gëzim, një hare i brendshëm lind në zemrën e tij. Por të kujtojmë për gjithë secilin për ne se si ka nisur historiku i Kurban Bayramit dhe si është bërë traditë tek profeti alayhis salam dhe tek mbar ummeti i tij të nderuar besimtar. Historia e Kurban Bayramit është nga historitë më të bukura, më të thella, më të ndjera, më domethënëse, ku tregohet për historinë e Ibrahimit alayhis salam, kur tregohet për devotshmërinë, për këtë njeri profet të drejtë, të butë, të dashur dhe të sinqert në besimin e tij dhe në sakrificën që ai bëri. Ai ishte martuar dhe prej vitesh i lutej Allahut gjithëpushtetshëm që t'i jepte një fëmijë, t'i jepte një djalë. O basharnahu bi gulamin halim, dhe ne e përgëzuam atë me një djalë të mirë, të butë, të sjellshëm, fëmijë të hari, thot Allahu azza wa jall, që është Ismaili alayhis salam. Allahu deshi të na tregojë modelin e sakrificës, e nënshtrimit, e bindjes ndaj madhështisë, ndaj urdhrit të Allahut azza wa jall, me këtë histori kaq domethënëse që tregohet në librin tonë, në Kur'anin famlar të nderuar vëllezër besimtar. Allahu azza wa jall e përshkruan këtë histori në këtë formë. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Dhe kur Ismaili, pas kaq shumë vite që e kishte pritur Ibrahimi alayhis salam djalin e tij, vjen në jetë kur ai arrin në një moshë që ishte bërë krah dhe ndihmonte Ibrahimin alayhis salam, ai thot, duke qenë profetët, o biri im, dhe i thot me përgëdheli, o ja bunayya, o biri im, o evlati im, o djaloshi im, unë kam parë në ëndër që unë do të bëj kurban ty. Çfarë mendon, i thot Ibrahimi alayhis salam, përshkruhet në Kur'anin famlar, dhe i thot, ja abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. O baba im, thot, vepro atë për cilën ti je urdhëruar, dash Allahu, unë do të jem prej të duruarve. Në fakt, ky është thelbi i çdo suksesi, i qetësisë në këtë jetë përkohshme. Ja abati if'al ma tu'mar. Në fakt, kjo i drejtohet gjithë secilit prej nesh. Bëj atë për cilën ti je urdhëruar. Çoje në vend atë urdhëresë nga Allahu azza wa jall dhe hiq dorën nga e ndaluara. Kjo është simboli që ne përfitojmë nga kjo histori. I nënshtrohet Ismaili alayhis salam këtij urdhit babait, që ishte edhe profet,
që e shen në ëndër, sepse për profetin kur shet diçka në ëndër, ajo është shpallje nga Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Dhe çfarë ndodh? Ibrahimi alayhis salam bëhet gati për ta çuar në vend sakrificën më të madhe që mund bëjë njeriu në këtë botë, që të bëj kurban fëmijën e vllatin e tij që ai kishte kaq vite që e priste, por kurse natyrshmëria në të cilën ka krijuar Zoti, ligjin në të cilin e ka thënë Allahu i Madhërisëm, nuk mund të ndodhë diçka e tillë, por ai u nënshtrua dhe kur ai bëhet gati për të çuar këtë akt kaq sublim, pra nënshtrimi ndaj Allahut Azza wa Jall, duke treguar edhe një sakrificë shumë madhështore, atëherë zbret ajeti wa nadayna an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Dhe një zë kumtues i thot: o Ibrahim, ti e ke çuar në vend premtimin e ëndrrës, urdhrin e ëndrrës që ti pe. Në këtë formë, në këtë mënyrë, ne i shpërblejmë gjithmonë punë mirët që bëjnë diçka vetëm për kënaqësitë e Allahut Azza wa Jall. Kur njeriu është i bindur dhe i nënshtrohet bindjes së Allahut të madhëruar, padyshim që Zoti është problem gjithmonë. Asnjëherë nuk e humb Allahu atë njeri që çon vend urdhrin e Allahut, dhe këtë gjë e bën vetëm për kënaqësitë e Allahut Azza wa Jall. Wa kadhalika najzi al-muhsinin. Ne në këtë formë ne i shpërblejmë punë mirët, thot Allahu Azza wa Jall, wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Dhe ne këtë gjë ja zëvendësuam Ibrahimit me një dash madhështor, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe doli në pa bindja absolute, dorëzimi absolut në nshtrimi, dhe që është simbol, kjo festë e madhe, simbol i sakrificës, i sinqeritetit dhe i devotshmërisë ndaj Allahut të madhëruar, të nderuar besimtar. Por nga kjo histori ne çfarë duhet kuptojmë? A jam gati unë të sakrifikoj sot për Allahun gjën më të shtrenjtë në jetën time? A jam i gatshëm që të lëm mëkatet, të bëj sakrifice, të heq të gjitha ato mëkate që egoja ime i dëshiron aq shumë? A jam unë gati të bëj kurban lakmin për këtë botë përkohshme, lakmin për pasuri, për famë, për të dëgjuar? A jam gati që unë të heq dorën nga këto ndjenja të nderuar besimtar? A jam gati unë sot që të heq dorën nga bukuritë kalimtare në këtë botë përkohshme dhe unë këto gjëra t'i bëj kurban, ta bëj kurban egon time dhe t'i nënshtrohem madhështisë së Allahut Azza wa Jall, të nderuar besimtar? Në këtë ditë begata është edhe dita e Arafatit, dita që është një ditë para festës së Kurban Bajrami dhe agjërimi i ditës së Arafatit, thot profeti alayhis salam, shpresoj tek Zoti i gjithësisë që të më shlyejë gjunahet e vitit kaluar dhe të vitit që vjen më pas, tha profeti alayhis salam. Është dita që Allahu Azza wa Jall liron më shumë të njerëz nga zjarri i xhehenemit. Pikërisht në këtë ditë kaq madhështore është dhe lutja më e bukur që kam thënë unë, thot profeti alayhis salam, dhe gjithë profetët, është dita që duhet më shumë ti dua, që pranohet duaja, lutja tek Allahu Azza wa Jall, dhe është pikërisht lutja la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pikërisht pas faljes së sabahut të ditës së Arafatit nisin edhe tekbiret e teshrikut për çdo musliman dhe muslimanëve, dhe është detyrim pas çdo namazi farz që burri bashkë edhe gruaja të bëjnë një herë pas çdo namazi farz deri në ditën e 4 të namazit të ikindis, të bëjnë një herë, e ka detyrim, dhe 3 herë është sunet, është tradit nga profeti alayhis salam, dhe bëhen tekbiret e teshrikut, la Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Është pikërisht tekbiri i teshrikut që nis pas faljes së sabahut në ditën e madhe të Arafatit. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Ne në të vërtetë të kemi dhënë ty mjaft të mira, o Muhammed, andaj ti falu dhe bëj kurban vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Pikërisht është ajeti që ligjëron
kurbanin të nderuar besimtar, ku thot Zoti i gjithësisë, "Fasalli li rabbika wanhar", andaj ti fal namaz për hir të Zotit tënd dhe bëj kurban dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Kurbani është ligjëruar në vitin e dytë pas hijretit të nderuar besimtar. Dietarët, shumica e dietarëve janë të mendimit që prerja e kurbanit është sunet i fortë, ndërsa dietarët Hanefi kanë thënë që është vajib, është detyrim pikërisht në saj të foljes që Zoti urdhëron, thotë, andaj falu për hir të Zotit tënd dhe urdhëron dhe thotë, bëj kurban, pre kurban për hir të Zotit tënd. Pra është një vepër e nxitur e pëlqyer shumë tek Allahu Azza wa Jall dhe është traditë e babait ton ta profeti alayhis salam e Ibrahimit, ku për çdo qime ka një të mirë, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga Enesi radiallahu anhu na thot, "Daha an-nabiyyu bi kabshayni amlahayni aqranayn, fadhabahuma bi yadihi, thumma samma wa kabbara." Nga Enesi radiallahu anhu na tregon që profeti alayhis salam thot, bëri kurban dy desh të bëshëm, të larm, me brinj, pa të meta, dhe ai i theri me dorën e tij duke thënë Bismillah, Allahu Ekber, dhe profeti në këtë formë e bëri këtë akt sublim madhështor që është simbol i sakrificës dhe i nënshtrimit ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Para se të derë gjakun tokë, thot profeti alayhis salam, shkon devotshmëria, shkon qëllimi që ka njeriu për kurbanin e tij, arrin më para tek Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Padyshim që prerja e kurbanit është e pranuar, quhet si prerje e kurban baramit vetëm kur bëhet pas faljes së namazit të kurban bajramit. Pra kurbani duhet bërë pasi ne kemi falur namazin e kurban bajramit në të gjithë ditët e teshrikut nderuar besimtar. Por më e mira është që ta bëjmë ditën e parë pasi ne kemi falur ditën e namazit të kurban bajramit. Përdele është mirë që të jetë mbi 6 muaj, por të duket si një vit. Ndërsa dhia do të ketë mbushur një vit të plot që të bëhet kurban, lopa do të ketë mbushur 2 vite të plota që të bëhet kurban të nderuar besimtar. Kafsha do të jetë e pastër, pa të meta, pa vesh të dëmtuar, pa gjuhë, pa dhëmë të dëmtuar, pa bishë të prerë, pa këmbë të çalët, pra do të jetë e plot, të jetë kafsha më e përzgjedhur, sepse bëhet për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai njeri që ka mundësi të prej kurban, thot profeti alayhis salam, dhe nuk bën kurban, neglizhon dhe nuk bën kurban, ai njeri le të mos i afrohet xhamis ton, vend faljes ton, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet që lëkura e kurbanit që ne kemi prerë të shitet, por ajo mund të jepet sadakat nderuar besimtar, nuk lejohet që të bëhet që të shitet. Puna më e mirë që bën njeriu ditën e kurban bajramit, pasi fal namazin e kurban bajramit, thot profeti alayhis salam, padyshim është që ai të pres kurbanin e tij të nderuar vëllezër besimtar. Profeti na thot, na mëson, kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Hani nga kurbani që ju keni prerë me duart tuaja, mund të ruani të kurseni nga mishi që ju keni bërë kurban, por edhe jepni sadaka, ndihmoni njerëzit e varfër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhis salam, ky profet i mëshirës, na mëson që kur të bëjmë kurbanin ta kthem kafshën në fytyrë nga kibla dhe duke mos ja treguar kafshës thikën me të cilën do të presim kurban, por thika të jetë njëkohësisht e mpret që kafsha kur të bëhet kurban mos të vuaj. Pra mëshira e thesa Allahut Azza wa Jall shkon deri në këtë pikë që të kemi kujdes të tregojmë mëshirë edhe për kafshën me të cilën ne do të bëjmë kurban. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu na rikujton gjithëve që të meditojmë, ku thot tek Allahu nuk arrin as gjaku dhe as mishi i kurbaneve tuaja, por arrin pikërisht ajo ndjenjë e devotshmërisë që gjithsecili prej jush ka
në zemrën e tij, thot Allahu Azza wa